Ne kem pas komunikim me përfaqësuest e SLS-it në atë kohë, me përfaqësuest e komunitetit serb. Lista e veteranëve nuk mund të pastroj dhe nuk mund të vlerësoj ai i cili nuk ka pas bëj fare me ta. S'pari, këto komunikimet në Parlamentin e Kosovës duhet të jenë shumë korrekt. Ne kem pas komunikim me përfaqësuest e SLS-it në atë kohë, me përfaqësuest e komunitetit serb, dhe ai komunikim dhe ai bashkëpunim ka qenë shumë korrekt, dhe çdo angazhimi joni ka qenë legal, në suazat e normales. Asnjëherë të vetme nuk mundet dhe as do të mundet të konstatohet dhe të vërtetohet diçka e tillë se ne kemi marrë takime të fsheta, që ne kemi komunikuar në dëm të ndonjë individi, jo të ndonjë shtrese, siç është shtresa e veteranëve të luftës, shtresa më mëritore, njerëz të cilët kanë sakrifikuar mas shumti, dhe ai njeri i cili ka marrë guximin dhe ka vesh uniformën e ushtarit të ushtrisë shërlimtare të Kosovës, ai s'pari e ka qit në shërbim të vendit, të dhëut popullit jetën e tij. Ata njerëz duhet të respektohen, meritojnë të respektohen, ata janë të nderuar dhe të respektuar absolutisht çka mendojnë individët. Lufta e ushtrisë shërlimtare të Kosovës nuk i takon më një grupimi. Kushdo qoftë që e ka fillu, ka marrë përgjegjësinë me bë thirrjen e luftën, me organizu luftën, me udhëheq luftën, me fitu luftën, me çliru vendin, me shpall pavarësinë e vendit. Megjithatë, ato të gjitha i takojnë historisë. Lufta është vlera më e lartë e një kombi, një populli. Prandaj edhe lufta e ushtrisë shërlimtare të Kosovës është vlerë e kombit tonë. Dhe është vlera më e madhe. Gjatë historisë ne kemi pas përpjekje të shumta, po kanë qenë të pjesshme. E them me përgjegjësi të plotë se është lufta e parë në nivel nacional, e organizuar, e mobilizuar, edhe pse mbi bazën e vullnetit, megjithatë kemi arritë të gjithë të na bashkoj, të orientohemi në një front të përbashkët kundër pushtetit të atëhershëm serb dhe me të vetmin qëllim, çlirimin e vendit. Dhe këtë e kemi arritë suksesshëm. Dhe këta njerëz, kjo luftë duhet respektohet, meriton dhe nuk i takon më asnjë pjesë, po të gjithëve pa përjashtim. A duhet pastrojnë listat e veteranëve? Shiqo, listat e veteranëve nuk mund të pastroj dhe nuk mund të vlerësoj ai i cili nuk ka pas bëj fare me ta. Ne duhet ta kemi parasysh se nuk guxojmë ta quajmë luftar të lirisë vetëm atë që ka qenë në vijë të frontit me armë. Ju lutem, lufta jonë ka pas nevojë për logjistikë. Dhe logjistika ka qenë shumë më e madhe. Njerëz shumë më të angazhuar numerikisht në mbështetje të luftëtarëve për ta bërë luftën tonë të suksesshme. Ne nuk kemi pas mbështetje institucionale. Ne kemi pas mbështetjen e popullit. Prandaj një popull i tërë ka qenë në luftë. Dhe për mua, për mendimin tim, 60.000 veteran, nëse janë luftëtarë, nuk janë shumë. Unë kam dëshirë që t'jenë edhe më shumë. Sepse ne po e varfrojmë vetveten. Nëse themi se kem qenë kushtimisht 30.000 pjesëmarrës në luftë, llogaritën në përqindje sa përqind pas kanë marrë pjesë. A vetëm Ky numër 60.000 po thonë që është shumë? Shiqo, unë nuk du të them as shumë as pak, po për mua është pak. Kam dëshirë që t'jenë edhe më shumë. Llogaritni mërgatën tonë, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm
për organizimin, fuqizimin e luftës. Llogaritni mbështetjet edhe nënat tona, të cilat na kanë gatu bukë, na kanë mbajt me ushqim, edhe ato janë kontribuese të luftës. Dhe nëse i respektojmë mundin e çdo njanit, numri do të jetë shumë më i madh. Ky popull nuk e ka desht vetëm 3% apo 6% lirinë. E kanë desht më shumë. Për çka keni fjalën? Se po Prandaj na nëse lutem, nëse themi na e thym vetveten, atëherë vetëm 1%, 2% apo 3% apo 5% pas kanë qenë jo. Ti njekim standard edhe të popujve tjerë që synojnë të që kanë luftu. Po kona shumë thashë edhe Rostem Mustafa Torres në çka. Në Mosharadina e ka thonë, s'po them unë. Shiqo, atë që ka thonë Ramos Haradini, e ka thonë, ai ka të qartë pse e ka thonë, dhe na kem pas lufta jonë, e kom thonë për përsëris se është bindje jemja, ka qenë një fitore më tepër politike,